mënyrë që të kuptojmë si duket Israja dhe Miraxhi, por edhe të nxjerrim mësime të cilat na vijnë nga Israja dhe Miraxhi. Sepse kjo ngjarje shumë njerëz bërin që të largohen nga Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Nga ana tjetër kjo ngjarje vërtetoi besnikërinë e shokëve të vërtetë, çka i qëndronin në krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato çka ishin që e shkrinin pasurinë e tyre, që shkrinin veten e tyre, familjet e tyre dhe çdo sen që kishin, në mënyrë që të mos dëmtohen as qinja e trupit të Resulullahit alaihi salatu wassalam. Israja dhe Miraxhi, një ngjarje që Allahu i madhëruar në surën Isra, në ajetin e parë na tregon mbi këtë rrafim, duke thënë subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Ai është pra Allahu i lartësuar dhe patëmeta i plot fuqishëm, i cili në një pjesë të natës e barti robin e tij nga Mekka e bekuar drejt Mesjidul Aqsas në Palestinë. Për çka? Linuriyehu min ayatina. Për t'i treguar atij Muhammed Mustafa alayhi salam disa nga shenjat tona, disa nga argumentet tona, për t'ia zbutur zemrën atij nga se ishte viti ku i ndroi jetë bashkëshortja edhe mixhat që ishin për krahësit më të fuqishëm në këtë rrugë. E zemra e pejgamberit alayhi salatu wassalam u mërzit nga se ta kush më del në ndihmë tani. E Allahu i madhëruar po i thot linuriyehu min ayatina. Po të marrim ne ty o robi jon, për ta qetësuar zemrën tënde dhe për të treguar se nëse je në rrugë të Zotit Dhul Xhelal, nëse je në rrugë të hakut, as pak mos e prit mendjen dhe as pak zemra jote të mos lohatet. Për arsye se nëse ti je në rrugë të Allahut, Allahun e ke në mbrojtje. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Zoti Xhelle Xhelaluhu wa Xhelle Shanuhu është mbrojtësi dhe përfaqësuesi dhe ai i cili i mbron në së miri besimtarët dhe pastaj i nxjerr ato nga errësirat e shumta në dritën e vërtetë hyjnore. Pra mos e mërzit zemrën tënde as pak o i dërguari jon, nga se ne të kemi dërguar dhe ne të garantojmë dhe ne të qëndrojmë prapa ty. Sado që mund t'jenë mushrikët dhe kujtarët dhe kundërshtarët në numër dhe në forcë, as pak pra mos e drit qerpikun e syrit tënd, sepse ti na ke ne në mbrojtje. Ne jemi ato që të përkrahin ty dhe ne jemi ato që të qëndrojmë ty.